Gjatë ditës së sotme qarkulluan disa foto ku Egli Tako, ish banorja e Big Brother VIP Albania 4, shihej në të njëjtat vende ku po qëndronte edhe biznesmeni i njohur Endri Topalli, dhe disa media online shqiptare dolën me konkludimin se dyshja në fjalë janë në një lidhje dashurie të fshehur, por kjo gjë akoma nuk është vërtetuar dhe si e tillë mund ta quajmë thashë them. Dhe si duket Eglit, nuk i ka pëlqyer ky informacion që po qarkullon dhe që i kanë ndërlidhur dy protagonistët dhe ka dalë me një foto në story ku shkruan "Shihemi në gjyq". Nuk dihet nëse vërtet Egli do t'i ndjek penalisht këto lajme që po qarkullojnë nëpër portalet shqiptare apo e ka për ndonjë gjë tjetër. Sido që të jetë, ne nuk mund të themi se Egli është apo jo në një lidhje dashurie të fshehur me Endri Topallin, përderisa ajo vetë ta bëjë ndonjë reagim sa i përket këtij lajmi që u përhap nga mediat online të Shqipërisë.